Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, i ka goditur indirekt degën e LDK-s në këtë komunë, pas largimit të tyre nga koalicioni lokal në këtë qytet. Prishjen e marrëveshjeve me LDK-n, Peci e konfirmoi me qasje ironike, me 3% nuk punon as iPhone-i, ka shkruar Peci në Facebook, ndërkohë kryetari i degës së LDK-s në Mitrovicë, Gëzim Lakolli, ka njoftuar se për shkak të mos respektimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje dhe shpërfilljes së propozimeve zyrtare të degës së LDK-s, ka marrë vendim për dalje nga koalicioni i qeverisës. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se ka nënshkruar plan vjetor të bashkëpunimit bilateral me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës Federale të Austrisë. Siç bëhet e ditur në njoftim, marrëveshja u nënshkrua në ambientin e Ministrisë së Kosovës, ndërmjet kolonelit Ahmet Ajeti dhe generalit të brigadës Nikolas Lutenberg. Gjatë qëndrimit në Ministrinë e Mbrojtjes, delegacioni austriak u takua gjithashtu me drejtorin e politikave të mbrojtjes, Faruk Gecin, ku diskutua programi i bashkëpunimit ekzistues, si dhe objektivat dhe prioritetet e përbashkëta për të ardhmen. Republika Federale e Austrisë mbetet një partner dhe kontribuese e rëndësishme në zhvillimin dhe stabilitetin e Republikës së Kosovës dhe të rajonit, ndërsa bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes ndërmjet dy vendeve po shënon zhvillim të vazhdueshëm, thuhet në njoftimin e ministrisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti është deklaruar për mediat nga Podujeva, ku ka folur për hapat që do të ndërmerren drejt krijimit të qeverisë së re. Kurti ka bërë të ditur se përbërja e qeverisë së ardhshme do të ketë shumë prej emrave të prezantuar më herët nga ai dhe kryetari i kuvendit Glau Konjuca gjatë vjeshtës së vitit të kaluar, por se ato nuk do të jenë identik. Do të ketë shumë prej emrave që i kemi prezantuar unë dhe Glau Konjuca në vjeshtën e vitit të kaluar, por nuk do të jetë identike. Do të ketë edhe emra të tjerë, ka deklaruar Kurti. Ai theksoi se hapi i parë është konstituimi i kuvendit, ndërsa më njëherë pas kësaj synohet formimi sa më shpejt i qeverisë. Ne po përgatitemi që së pari të konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë, shpreh Kurti. Kryeministri në detyrë foli edhe për obligimet ndërkombëtare, duke bërë të ditur se Kosova ka 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore, si dhe një plan rritjeje me Bashkimin Evropian në vlerën prej 882.6 milion eurosh, i cili duhet të miratohet sa më parë në kuvendin e Republikës. I kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi planin e rritjes me BE-n në vlerën prej 882.6 milion eurosh, që duhet sa më parë të miratohet në kuvend, ka përfunduar Kurti.